23 pro, asnjë kundër, 4 veta nuk marrin pjesë në votim, miratohet. Është zhvilluar këtë të martë mbledhja e radhës së Këshillit Bashkiak të Vlorës drejtuar nga kryetaria e tij Elpiniqi Mërkuri, të pranishëm përfaqësues të administratës së bashkisë dhe nënkryetarët e bashkisë së Vlorë, por në sallë dhe banorët të cilët preken nga transferimi i pronës. Mbledhja filloi me shumë vonesë, ndërsa vetëm 2 projekt vendime sociale për dhënien e ndihmës ekonomike nga të ardhurat e bashkisë dhe fondi kushtëzuar për muajin qershor kaluan menjëherë dhe me qetësi. Debatet kanë nisur për pikën 4 të rendit të ditës. Projekt vendimi për shprehjen e dakordësisë për nisjen e procedurave për transferimin në pronësi të Bashkisë Vlorë të pasurisë me numër 1454, zona kadastrale 8605, ndërsa bëhet fjalë për zonën e ish-fushës aviacionit. Këshilltarët e opozitës i kanë dhënë zë shqetësimit sipas tyre të shkeljes së të drejtës të pronarit të ligjshëm, të sipërfaqes për të cilën bëhet fjalë, ndërsa këshilltarët e mazhorancës kanë kundërshtuar. Pasuria me numër 363, Radhim Vlorë. Okay. Po, faleminderit zonja kryetare. Ky projekt vendim është rrëzuar muajin që kaloi. Kam një pyetje, çfarë ka ndryshuar që keni sjellë përsëri për votim, sepse gjithë këshilltarët e kanë rrëzuar muajin që kaloi. Ka ndonjë ndryshim apo është një njëjtë gjë? Kjo nuk ka qenë në rendin e ditës muajit shkuar. Dikur ka qenë një kanal që mirte ujit në izvor dhe sillet në radhim, që kanë qenë dhe pompat që e çonin më lart. Ato pompat janë shitur, janë bërë lokale, nuk ekzistojnë. Edhe kanali në pjesë të caktuara të tij u shkyer pronarëve një pjesë e tij dhe nuk është më në funksion ky kanali. Por në letra ekziston ai kanali. Është në disa vende është inekzistent. Se po them këtë e di shumë mirë edhe Valteri, po them që është atëherë kështu. Kështu që thjesht ka qenë dikur kanali. Kanali në Ujitës, bëhet fjalë për kanalin e vjetër Ujitës, që kalon tek lokali jot, që kalon në të gjithë pjesën dhe nuk funksionon më, që kalon atje tek nuk ekziston më, por në letra është kanal. Thjesht për ta sqaruar, domethënë. Sipas këshilltarëve të opozitës, bashkia pronën duhet ta marrë nga pronari i ligjshëm dhe jo nga bashkia, ndërsa sugjeruan rishikim të projekt vendimit, por projekt vendimi u hot në votim, ku 25 këshilltarë votuan pro, 8 kundër dhe 3 abstenim. Edhe pse nuk ishte kuorumi i duhur, sipas mazhorancës, projekt vendimi kaloi pasi sipas saj nuk u konsiderua tjetërsim prone. Sipas parashikimit të nenit 54.e, e cila kërkon 26 vota, por u konsiderua si dhënie dakordësie për fillimin e procedurës. Unë faktikisht kam mbajtur qëndrim të njëjtë dhe do vazhdoj të mbaj qëndrim të njëjtë edhe për këtë rast. Ka qenë edhe një rast tjetër ku ka të bëjë me kalimin e godinës së ish zyrës vendore të regjistrimit pasurive të paluajtshme, në të cilën po prapë është proceduar me të njëjtën mendësi. Dhe unë do ta konsideroja një shpronësim për herë të dytë mbas vitit 44 të pronarëve, pasi e kam bërë sqarimin edhe herën e shkuar kur diskutoj lidhur me këtë godinë, që ka të bëjë me një godinë e cila ngrihet mbi një pasuri truall të njohur një pjesë dhe të kthyer një pjesë tjetër për ish pronarët, dhe që Bashkia Vlorë dhe administrata e bashkisë me arrogancë nuk e dëgjoi fjalën tonë si këshilltar, që duhet merrem përpara një dakordësi lidhur me edhe një korrespondencë lidhur me këtë pasuri, që ka të bëjë me ish zyrën e regjistrimit pasurive të paluajtshme, e cila ngrihet mbi një truall i cili ju është njohur dhe është kthyer ish pronarëve. Nuk e di saktësisht dhe nuk kemi asnjë dokumentacion këtu të depozituar nga administrata e bashkisë, a janë bërë korrespondencat lidhur me këto pasuri dhe me këto familje që unë përmenda, janë familje të njohura në gjithë qytetin që kanë pasur dhe kanë vendime qoftë njohje, qoftë kthimi në këtë sipërfaqe, dhe ne sot, thash edhe një herë për të rikthyer tek fillimi i fjalës time, po bëjmë një shpronësim ose tentativë për shpronësim për herë të dytë. Pra ti cënojmë këta pronarë, të cilët thash edhe një herë kanë vendime njohje. Pra këtë që ne po tentojmë sot ta nxjerrim jashtë fondit, praktikisht i takon familjes Shara që t'i kthehet në natyrë, është gjë e vendosur në vendimin e Agjencisë së Kthimit dhe Kompensimit të Pronave. Nuk mundet të bëjmë sikurne. Me detaje, me shumë, jo absolutisht. E respektuam dhe e dëgjuam zonja Luci. E respektuam dhe e dëgjuam. E respektuam dhe dëgjuam dhe ju na respektoni dhe ju kolegët. Tash po flisni, kash. Po folën 20 sa në radhën, e folën edhe një herë folja. Të lutem mos dezinformo. Pra, ka ndonjë kompani, pse vihemi gjithmonë në lëvizje si bashki kur mund të ketë ndonjë interes
se ne kuptojmë mëndësinë e kësaj qeverie, vëlla, që kjo i kanë nxirr gjithë Shqipërinë në shitje. Ka ndonjë interes i oligarku, ndonjë kompanie, ne nuk kemi të qartë. Po, e pra, kjo është pjesa, japim dakordsinë, kjo është perde parë. Pastaj na del oligarku. Edhe pas parkut aty, nëse është bërë një park për fëmijët, shiko se mund të jetë në funksion të këtij oligarkut. Një kjo. E dyta, të sqarojmë një gjë shumë të thjeshtë. Unë do mundoj me fjalë të thjeshta. Kemi vendime të kthimit fizik të pronës, kemi dhe vendime njohjeje. Dhe kthimi dhe kompensimi pronave, Komisioni Kthimi dhe Kompensimi Pronave, këto vendime njohjesh përcakton një fjali, nëse këto janë, po them unë, në varësi të X ministrie, thot, në momentin që kjo ministri nuk ka interes për të pronë, atëherë të kalon ty direkt në kthim fizik, madje, kur ka godina mbi këtë pronë, ti je i pari që mund ta parablesh, i thot pronarit. Ti ke të drejtë, e thot ligji këtë. Po pra, po, qa bëjmë ne tani? Ne dalim byçyk, ne si bashki. Thot ministria, unë s'kam interesa më. Në vend t'i kaloj, si që është ligji pronarit, jo themi ne. Urdhro? Ti futesh i pengon që... Po ti e pengon pra, unë e sqarova shumë... Të lutem, zonja Dautaj, unë e shpjegova shumë thjesht. Ne kemi një vendim njohje të... Ka më pronë publike atje një copë betoni, që dhe ato nuk e di pse s'ua kanë dhënë, duhet ta kishin dhënë që kur kanë bërë kërkesën ata. Me ato teorite që është pronë e ushtrisë, ajo se do bëj namjet e aerodromit. Edhe një herë. Do na mbronin këta. A e detyron vendimi i njohjes që thonë që është, nëse është një njëjtin parcel, ministrin që kur e nxjerr nga inventari vet, t'ia kaloj më përpara, pra kanë prioritet përfituesit të shpronsuarit, që do të thotë, edhe nëse ky Këshill Bashkiak jep dakordsinë që ne duam ta marrim, ministria është e detyruar pastaj t'i japi pronarëve nëse kanë një vendim të tillë kur e nxjerrin, se deri tani u trumbetua që kanë një vendim që në momentin që e kërkojnë u jepet atyre. Pra ky vendim a e detyron ministrin t'u japi pronarëve apo i anashkalon dhe i jep Këshillit? Pra ka një procedurë pas këtij akti të miratuar, a ka një procedurë? Çfarë problemi ka juridikisht nëse ministria ka vendimin, detyrimin që t'ia japi pronarit? Dakor. Por bashkia sot ekzekutivit thot unë dua të bëj pallate sociale atje dhe i thot ministrisë, ma jep mua se do bëj pallate sociale. Nëse ata kanë detyrim, atë jam shumë dakord me se nuk kam qenë me pronar, se jam vetë pronar me letra nduar, e kupton. Kryqëzosh, ti thuash, po merr tokën, po e vjedh, po e bën, është tjetër gjë. Po jo më shpreh dakordsinë, ose po kërkon. Kolegët socialistë do ta votojnë shumica kundër, se është një gjë që është e dukshme. Po desha t'ju theksoj një gjë se kemi bërë shumë më herë mbledhje këtu, janë bërë shumë diskutime dhe kur flitet për t'i prishur gardhin o një zaptusi, tu bëhet nami aty jashtë, më vim 50 veta, ne prapi mbrojmë. Nuk ja kthyem pronën të Zotit se kishin frikë se pronarët nuk janë pronarë. Doni s'doni është historia e qytetit Vlorës. Historia nuk fshihet. Të paktën respektin që kërkojnë t'i lihet një afat, një mujor, mase kanë letra, mase s'kanë letra, të bëhet një shpallje, se po t'i hymë kësaj, e la ministria, e mori ai, e mori ky, nuk e dim. Vlora Invest u krijua vetëm me një arsye për të grabitur pronat e qytetit të Vlorës. Kanë të drejtë, nuk kanë të drejtë, në atë kohë vendimet nuk jepeshin me numra, se nuk ishte numra, po shkruhesh vetëm një fjalë, ishte fusha aviacionit. Ashtu e dinin, ishte fusha aviacioni, ngrieshin aviona, po nuk ngrieshin, do hynim në NATO me atë fusha, nuk do hynim, janë gjëra që t'ja lëm historisë. Por t'i japësh pronarit një kohë që të reflektoj, të sjell dokumenta, apo t'i gjit dokumentat, apo të vina jashtë ku janë, e t'i paraqiten bashkisë, kjo është një arrogancë që ju gjithmonë e bëni dhe bëni gjithë rëmuj këtu dhe kaloni politike. Ku është politika këtu? Sipas këshilltarëve të opozitës, Bashkia pronën duhet ta marrë nga pronari i ligjshëm dhe jo nga Bashkia, ndërsa sugjeruan rishikim të projekt vendimit, por projekt vendimi u hodh në votim ku 25 këshilltarë votuan pro, 8 kundër dhe 3 abstenim. Edhe pse nuk ishte kuorumi i duhur sipas majorancës, projekt vendimi kaloi pasi sipas saj nuk u konsiderua tjetërsim prone, sipas parashikimit të nenit 54.e, e cila kërkon 26 vota, por u konsiderua si dhënie dakordësie për fillimin e procedurës.